Një 51 vjeçar me detyrë mekanik mbeti i plagosur rënd gjatë punës në uzinën e ferrokromit në Elbasan, që administrohet nga kompania Alpkrom. Teksa po punonte, 51 vjeçarin Rudin Meqja e zuri poshtë një pllakë metalike, duke i shkaktuar plagë të shumta në kokë dhe në trup. Menjëherë pas aksidentit, 51 vjeçari u dërgua me urgjencë në spitalin e Elbasanit, por për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore, u nis drejt spitalit të traumës në Tiranë. Burime për News 24 bëjnë me dije se mekaniku Rudin Meqja ka politrauma të shumta me dëmtime të brendshme. Një muaj më parë, kompania Alpkrom, që administron uzinën e ferrokromit në Elbasan, u gjobit me 8 milion lek, pasi rezultoi se nuk respektonte rregullat e sigurisë gjatë procesit të punës. Pas plagosjes së punojësit 51 vjeçar në këtë kompani, është vendosur pezullimi menjëhershëm i procesit të punës nga ana e Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore. Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e këtij aksidenti në punë, ku mbeti i plagosur rënd mekaniku 51 vjeçar Rudin Meqja.